Kuvendi miratoi ndryshimet në ligjin për kundërvajtje, kështu i hapet rruga sistemi Safe City, i cili është parashikuar të fillojë më 1 shkurt. Opozita paralajmëroi se do ta dërgojë ligjin kushtetuese. Me 87 vota për nga shumica e thjeshtë dhe me 20 vota për nga votimi me Badinter, Faton Selami është zgjedhur avokati i popullit Maqedonisë Veriut. Kundër Selamit ishin grupi parlamentar i Frontit Evropian dhe deputetët e ASH-s. Maqedonia Veriut është bërë edhe zyrtarisht me operator të ri telefonik. One Macedonia Telecommunications e kompanisë hungareze mori sot licencën për radiofrekuencat 5G. Të punësuarit në postën e Maqedonisë kanë protestuar sot pasi ende nuk i kanë marrë pagat e muajit dhjetor. Nga posta e Maqedonisë thanë se protesta është e motivuar politikisht dhe organizuar me tendencë. Të nderuar shikues, përshëndetje, tani do flasim më gjërësisht rreth informacioneve të cilat i paralajmëruam. Kuvendi i Maqedonisë Veriut ka miratuar sot ligjin me kundërvajtje me të cilin hapet rruga për zbatimit të sistemit Safe City. Për miratimin e këtij ligji përpos shumicës parlamentare votuan edhe deputetët e Levicës dhe 2 deputet nga opozita shqiptare. Ndërkaq, opozita ka kundërshtuar ligjin dhe ka paralajmëruar se do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Me votat e 2 deputetëve të dalë nga Fronti Evropian, Ilir Demiri dhe Bejxhan Ilias, shumica parlamentare siguroi votat e nevojshme për miratimin e ligjit për kundërvajtje, ligji i nevojshëm për funksionalizimin e masës Safe City nga 1 shkurti. Kundër këtij ligji ishin të gjitha partitë shqiptare. ASH-ja e Arben Taravarit paralajmëroi për më tepër se të njëjtin ligj do ta dorëzojë për rishikim në gjykatën kushtetuese. Koordinatori i Frontit Evropian Rina Hajdari deklaroi se vota kundër vjen si pasojë e kundërshtive të qytetarëve, shtoi se ankesa nga ana e qytetarëve për këtë ligj janë të shumta. Që ne votojmë sipas bindjes dhe qëndrimeve të qytetarëve. Dhe realisht nuk kemi besim se do të bëhen ndryshimet në të ardhmen. Bile më lejoni të potencoj edhe një gjë tjetër. Habitem se si koalicioni Vlen, që është pjesë e qeverisë, ka ndetur gjatë gjithë kohës kaq heshtur dhe nuk e kemi parë, nuk e kemi dëgjuar as të thot qëndrimin e qytetarëve si deputet, ta thonë qëndrimin e qytetarëve dhe shqetësimet që na kanë arritur në adresën tonë. Kundër këtij ligji ishte edhe ASH-ja e Selës. Ilire Dauti tha se ka paparazi në implementim dhe kamerat me theks të veçantë janë vendosur në zona shqiptare. Këto kamerat të Safe City janë duke u praktikuar dhe do fillojnë pra të përdoren edhe dënime konkrete vetëm në 3 qytete, në Tetov, në Shkup dhe Kumanov. Duhet kemi parasysh edhe një fakt tjetër, sidomos rrugët në disa prej këtyre vendeve ku janë të përcaktuara dhe janë më të shpeshta kamerat e sigurisë, sidomos në Çajr, infrastruktura shumë e dobët, që është shumë arsye për shkelje. Arsyet sepse janë kundër i tregoi edhe Oliver Spasovski nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. 2 çështje kryesore për të cilat pse jemi kundër janë se gjithë materialet që të mbledhen si dëshmi nga kameret e Safe City është e paqartë se si dhe në çfarë forme do të ruhen dhe a do të ketë mundësi që të njëjtat të kesh përdoren. E them këtë sepse qeveria dhe partnerët e koalicionit kanë të kaluar negative sa i përket ruajtjes dhe këshillërimit të drejtave të njeriut dhe qytetarëve, duke u bazuar në të kaluarën dhe e njëjta mund të përsëritet. Përveç Ilir Demirit dhe Bejxhan Ilias, pro ligjit për kundërvajtje të nevojshëm për funksionalizimin e sistemit Safe City, votuan edhe deputetët e VMRO-s, koalicionit Vlen, po edhe deputetët e Levicës. Me 87 vota për nga shumica e thjeshtë dhe me 20 vota për nga votimi me Badinter, Faton Selami është zgjedhur avokati i popullit Maqedonisë Veriut. Ndonse me muaj të tërë ka qenë i bllokuar në kuloaret e kuvendit për shkak të mosmarrëveshjeve dhe mungesës votave. Sot Selami kaloi filtin e fundit dhe mori pozitën e lënë bosh pas pensionimit të Naser Xhiberit. Ndonse me shumicë të 2 fisht kundër Selamit ishin grupi parlamentar i Frontit Evropian i udhëhequr nga Rina Hajdari, deputet të Aleancës për Shqiptarët të Taravarit dhe të Selës. Për emrimin e Selamit në këtë pozitë votuan deputetët e VMRO-DPMNE-s, Vlenit, deputeti pavarur Ilir Demiri, deputeti turk Bejxhan Ilias, Fatmir Bityqi nga LSDM-ja, 2 deputetët e komuniteteve Pakic nga Levica dhe deputetët tjerë të etnive jo shumicë.
Kryeministri Mickoski ka paralajmëruar sot nga Davosi projekte të rëndësishme përmes cilave vendi synon të forcojë infrastrukturën energjetike dhe prodhimin e energjisë elektrike. Sipas kryeministrit, kjo do të mundsojë ndërtimin e centraleve me gaz për furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike. Maqedonia po forcon linjat e transmetimit të energjisë elektrike dhe të gazit në kontekst të zhvillimit të inteligjencës artificiale. Po ndërtohet një interkonektor gazi me Greqinë dhe po fillojmë ndërtimin e një lidhjeje gazi që do ta lidh vendin ton me Serbinë, deklaroi sot kryeministri Hristijan Mickoski gjatë panelit në Davosit, në lidhje me inteligjencën artificiale dhe nevojën për qendra gazi. Mickoski njoftoi se për qendrat e të dhënave nevojitet një furnizim i qëndrueshëm me energji elektrike, ku dikush duhet të sigurojë një prodhim të qëndrueshëm dhe të sigurt të energjisë elektrike për qendrat e të dhënave në mënyrë që ato të kenë performancë të mirë, madje të shkëlqyer të inteligjencës artificiale. Në këtë drejtim, tha ai, po ndërtojnë një interkonektor gazi me Greqinë dhe po fillojnë ndërtimin e një lidhjeje gazi që do ta lidh vendin me Serbinë. Do të arrisim kapacitetin e gazit e deri në 8 miliardë metra kubë në vit. Deri më tani konsumojmë rreth gjysmë miliardi metra kubë në vit, që do të thotë se do të mundësohet ndërtimi i mijëra megavatave kapacitet të instaluar të centraleve me gaz për të furnizuar me energji elektrike qendra të reja të të dhënave. Ky është një shtyllë e një modeli dhe ne si qeveri e marrim përsipër të gjithë rrezikun institucional. Kjo është diçka që mund t'u afrojmë investitorëve si nxitje. Ai më tej shtoi se aktualisht po zhvillohen 3 projekte të rëndësishme për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet me vlerë 2 miliard euro. Këto projekte janë shumë të rëndësishme për ne, jo vetëm për prodhimin e energjisë elektrike, por këto 3 projekte janë edhe strategjikisht të rëndësishme dhe jo vetëm për ne, por për të gjithë rajonin. Kryeministri theksoi se bëhet fjalë për 3 diga të mëdha që do të krijojnë 3 rezervuar të mëdhenj me ujë shumë të pastër, të pishëm dhe duke pasur parasysh ndryshimet klimatike. Ai mendon se rajoni do të ketë nevojë për këto rezerva ujë të pishëm, për ujë të pastërt për pije. Në Stamboll u mbajt takimi i dytë i platformës së paqes së Ballkanit. Në kuadër të takimit, ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan u takua me ministrat e jashtëm Maqedonisë Veriut, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit Zi dhe Serbisë. Në fokus janë bashkëpunimi rajonal, siguria dhe mbështetja proceseve të integrimit evropian. Takimi i dytë i platformës së paqes së Ballkanit po mbahet në Stamboll, nën mikpritjen e ministrit të punëve të jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, me pjesëmarrjen e ministrave të jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut përfaqësohet në këtë takim nga ministri i punëve të jashtme dhe të tregtisë së jashtme, Timço Muçunski, i cili po merr pjesë në diskutimet që synojnë forcimin e dialogut, paqes dhe stabilitetit rajonal. Në kuadër të takimit, kryediplomati turk Hakan Fidan zhvilloi një takim dypalësh me homologun maqedonas Timço Muçunski, ku diskutua për marrëdhënie dypalëshe dhe bashkëpunim në kuadër të proceseve rajonale dhe europiane. Gjatë takimit të dytë të platformës së paqes së Ballkanit, ministri Fidan zhvilloi gjithashtu takime dypalëshe me ministrat e jashtëm të Shqipërisë, Bosnjë e Hercegovinës, Malit të Zi dhe Serbisë, duke riafirmuar rolin aktiv të Turqisë në nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit rajonal. Fidan theksoi rëndësinë e parimit të përgjegjësisë rajonale, duke nënvizuar se platforma e paqes së Ballkanit nuk përbën alternativë të mekanizmave ekzistuese rajonal dhe ndërkombëtar, por ka karakter plotësues dhe mbështetës. Ai shprehu vullnetin e Turqisë për ndërtimin e një bashkëpunimi të qëndrueshëm të mbështetur në projekte konkrete që synojnë paqen, dialogun dhe zhvillimin ekonomik të Ballkanit. Në kuadër të platformës u diskutuan çështje si siguria rajonale, menaxhimi i kufive, migrimi i parregullt, proceset e integrimit në Bashkimin Evropian, siguria energjetike, digitalizimi, rinia, teknologjia dhe ndërlidhja infrastrukturore. Platforma e paqes së Ballkanit e iniciuar nga Turqia synon rritjen e besimit dhe bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, ndërsa takimi i parë i saj ishte mbajtur më 26 korrik 2025 në Stamboll. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësinë thellë për, si thon ata, politikat e padrejta dhe represive tatimore të qeverisë aktuale. Protestat para drejtorisë të ardhurave publike janë dëshmi e qartë e dështimit institucional dhe një politike tatimore të verbër që përmes tatimeve retroaktive po vendos barë të padrejtë financiare qytetarëve që për vite me radhë kanë siguruar ekzistencën e familjeve të tyre dhe kanë kontribuar në ekonominë e vendit, thuhet në komunikatën e BDI-s.
Sipas tyre është e papranueshme që qytetarët që kanë punuar në misione ndërkombëtare në Irak, Afganistan si dhe në vendet e tjera të trajtohen si objekt për mbushjen e arkës shtetërore. Edhe më skandaloze është mosnjohja e statusit të jo rezidentit tatimor, pavarësisht dëshmive të qarta ligjore dhe faktit se shumica e tyre kanë qëndruar mbi 183 ditë jashtë vendit, thuhet në komunikat. BDI-ja kërkon pezullim të menjëhershëm vendimeve tatimore me efekt retroaktiv, njohje të plotë të dokumentacionit për statusin e jo rezidentit dhe transparencë si dhe qartësi institucionale. Maqedonia e Veriut është bërë dhe zyrtarisht me operator të ri telefonik. Agjencia për komunikime elektronike i dha sot licencën kompanisë hungareze One Macedonia Telecommunications. Rrjeti fillimisht do të shtrihet në kryeqytetet e më pas edhe në pjesën tjetër të shtetit. One Macedonia Telecommunications e kompanisë hungareze të telekomunikacionit 4G është zyrtarisht operatori 3 celular në vend. Zyrtarizimi i hyrjes së kompanisë në tregun tonë u bë në Agjencinë për Komunikime Elektronike, e cila ja dha licencën për radiofrekuencat 5G. Operatori i ri fillimisht do të ketë shtrirje në Shkup dhe do ta përdorë rrjetin infrastrukturor të dy operatorëve aktual, derisa ta ndërtojë rrjetin e tij. Që të jemi plotësisht të pavarur, kjo kërkon kohë dhe prandaj do ta përdorim rrjetin e konkurrentëve tanë për të ashtuquajturin në roamingën nacional. Fillimisht do ta lansojmë rrjetin në Shkup dhe pastaj edhe në territorin e të gjithë Maqedonisë. Procesi i futjes së një operatori të tretë të rrjetit për rrjetet dhe shërbimet mobile filloi vitin e kaluar, pasi grupi 4G nëpërmjet degës së tij One Macedonia Telecommunications i dorëzoi zyrtarisht një letër qëllimi AKS më 17 dhjetor 2024, duke shprehur interes për sigurimin e frekuencave radiofonike të disponueshme si pjesë e planit të saj për të hyrë në tregun e telekomunikacionit si një operator i ri në vend. One Macedonia e pagoi tarifën e njëhershme prej 8.020.003 eurosh më 14 janar, duke përmbushur kështu të gjitha kushtet për të marrë 3 miratimet. Në ambientet e vënë Maqedoni u shënua fillimi i projektit Puls Grad si shtytëse të tranzicionit energjetik që synon forcimin e rolit grave dhe avancimin e përfshirjes gjinore në sektorin energjetik. Ngjarjen e hapi kryetari i bordit drejtues Wolfgang Mayer, duke theksuar rëndësinë e lidershipit gjithëpërfshirës për një tranzicion energjetik të qëndrueshëm. Projekti Puls përfshin bashkëpunime rajonale dhe ndërkombëtare, analiza të barazisë gjinore, program mentorimi, lidership gjithëpërfshirës dhe rrjet të grave me qëllim rritjen e pjesëmarrjes dhe reziliencës grave në tranzicionin energjetik. Ngjarja përfundoi me diskutim mbi leadershipin, performancat dhe zhvillimin personal, ku profesor doktor Sashko Kedev dhe Aneta Petrovska-Rusomarovska ndan përvoja frymëzuese për sfidat, guximin dhe motivimin në karrierë dhe jetë. Të punësuarit në postën e Maqedonisë kanë protestuar sot pasi ende nuk i kanë marrë pagat e muajit dhjetor. Nga sindikata e postës thanë se 60% e të punësuarve kanë pagë minimale dhe edhe atë nuk e kanë marrë. U është vënuar paga e dhjetorit. Të punësuarit në postën e Maqedonisë dolën në protesta. Ata thonë se punojnë për pagë minimale, por as atë nuk mund ta marrin në kohë. Prandaj njoftojnë se nëse një situatë identike përsëritet muajin tjetër, nuk e përjashtojnë mundësinë e një greve. Kryetari i organizatës sindikale të postës së Maqedonisë, Sasho Dimitrievski, thotë se vonesa e pagave ka ndodhur për disa muaj, por tani protestojnë për vonesën e pagës së dhjetorit. Punjonisit janë jashtëzakonisht të revoltuar, sepse edhe pse 60% e punjonisëve në këtë kompani punojnë për pagën minimale, ne nuk mund ta marrim as atë pagë minimale. Kjo protestë do të zgjatet derisa të plotësohen kushtet për të marrë një pagë. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, dërgoi porositë e postat e Maqedonisë, duke u thënë se nëse dikush nuk është i aftë ta udhëheqë kompaninë, le të largohet nga ajo pozitë. Nëse dikush e vlerëson se nuk është i aftë për ta udhëheqë postën, le të largohet edhe të vinë ndonjë që është i aftë. Megjithatë, në asnjë rast nuk gëzon të lejë njerëzit pa pagë. Është turpë të lëshë njerëzit pa pagë dhe në të njëjtën kohë të silleni si sherif nëpër postë dhe të bëni presionin ndaj njerëzve dhe të ndaloni të protestojnë. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka vendosur që të mërkurën të mbajë protestë për të kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera nga 100 euro.
Protestën e të punësuarve në postën e Maqedonisë nga institucioni e përshkruajnë si të motivuar politikisht dhe organizuar me tendencë në kushte kur për gjithë të punësuarit të siguruar pagë. Është jashtëzakonisht tendencioze të organizohet një grevë nga një sindikat e punonjësve të postës së Maqedonisë në kushte kur të gjithë punonjësve u paguhen pagat. Për këtë arsye ne besojmë se kjo është e motivuar politikisht, thuhet në reagimin e postës së Maqedonisë. Punonjësit shtojnë ata po manipulohen nga strukturat të caktuara politike, gjë që prish funksionimin normal të kompanisë. Ata dërguan apel deri te gjithë organizatat sindikale që të kyçen në zgjidhjen e të gjitha sfidave me të cilat përballet ndërmarrja, paqent manipuluar dhe provokuar. Të punësuarit e operas dhe baletit nacional të Maqedonisë së Veriut ankohen se drejtori i përgjithshëm i këtij institucioni po ushtron mobbing ndaj një pjese të punësuarve. Oboistja Tatjana Petrushevska në një konferencë të thirrur për media akuzoi drejtorin se e kanë suspenduar nga puna në mënyrë të paligjshme. Oboista e orkestrës së operës dhe baletit kombëtar, Tatjana Petrushevska, është suspenduar nga puna nga ana e drejtorit Oliver Arsovski, madje e njëjta është dënuar edhe me 50% të rrogës. Nën emocione dhe e stresuar, Petrushevska ka mbajtur konferencë për media, nga ku tha se ajo është suspenduar në mënyrë të paligjshme nga puna. Sipas saj, suspendimi është e bërë në kundërshtim me procedurat ligjore, pa bazë juridike dhe me shkelje të rënda të drejtave të punonjësve. Kërcënime kanë marrë edhe kolegët e mi, të cilët kanë dalur në mbrojtje për mua. Kërcënime pranojmë edhe deri ditën e sotme, duke përdorur fjalë më vulgare të ulta drejtuar neve çdo ditë. Sot 15 vite pas emërimit të Arsovskit si drejtor, përsëritet i njëjti terren. A unë gruaje, e para soliste, e para oboiste. Isha me siguri zgjedhja për mobbingun më të madh. Petrushevska, e cila është pjesë e OBN-s për 30 vjet, thosë se dirigenti gjatë provës e kishte akuzuar se nuk luante me kohë me instrumentin, edhe pse sipas saj kjo nuk ishte e vërtetë dhe më pas i janë bërë kërcënime se mund të ishte shumë keqe dhe ishte kërkuar të largohet nga prova. Pas përplasjes, ajo ka marrë ndalim për hyrje në institucion gjatë kohës së procedurës disiplinore. Ndërkaq, nga institucioni reagojnë se këto janë dezinformata dhe shpifje të hapura që Tatjana Petrushevska po i shpërndan ndaj institucionit edhe drejtuesve të tij. Ndërkaq edhe drejtori i operës dhe baletit nacional Oliver Arsovski ka mbajtur konferencë për media nga ku tha se si drejtor nuk do të lejojë shkelje të proceseve të punës dhe mos respektim të rendit, disiplinës dhe hierarkisë në orkestër ku dirigenti është autoriteti i udhëheqës. Arsovski tha se pretendimet e paraqitura nga punonjësa Tatjana Petrushevska në lidhje me procedurën disiplinore zhvilluar ndaj saj janë të pavërteta dhe të përgjithësuara dhe me to ai tha se i shkaktohet dëm reputacionit të institucionit, duke krijuar një pasqyrë të shtrembëruar në opinionin publik. Në këtë deklaratë nuk do të paraqes fakte, duke pasur parasysh se procedura për shkelje disiplinore është ende në proces. Ajo që është rëndësishme është se ekzistojnë deklarata nga punonjësi si dhe deklaratë nga dirigenti i shfaqjes, mbi bazën e të cilave është marrë vendim për propozimin e nisjes së procedurës disiplinore për shkelje disiplinore dhe vendim për pezullim në përputhje me dispozitat e ligjit për kulturën, tha Arsovski. Vazhdojmë të me zhvillimet nga rajoni dhe bota. I dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen ka thënë se Bashkimi Evropian ka pritshmëri të mëdha nga një komision i përbashkët mes Kosovës dhe Serbisë për ta sqaruar fatin e personave të zhdukur gjatë luftës viteve 1998-99 në Kosovë. Sorensen tha të premten se Kosova dhe Serbia zhvilluan takimin e parë trepalësh të Komisionit përbashkët për personat e zhdukur të enjtë në Bruksel. Bashkimi Evropian ka pritshmëri të mëdha që Komisioni i Përbashkët të japë një kontribut rëndësishëm në sqarimin e fatit personave të zhdukur dhe në ndihmën për mbylljen e një kapitulli të dhimbshëm për familjet, të cilat kanë pritur tepër gjatë për përgjigje, tha ai. Afër 1600 njerëz vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar nga lufta e viteve 98-99. Ai sqaroi se palët kishin arritur pajdueshmëri për themelimin e këtij komisioni në dhjetor vitit 2024. Sorensen zhvilloi bisedime të
qarta veç e veç me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi si dhe atë të Serbisë Petar Petković të ende në Bruksel. Në fund atyre takimeve në orët e mbrëmjes ai mbajti takimin e parë trepalesh të Komisionit Përbashkët. Bisedimet mes zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara, Ukrainës dhe Rusisë filluan të premten në Abu Dhabi duke shënuar takimin e parë trepalesh i cili bëhet publik që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022. Bisedimet po zhvillohen në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe janë pjesë e përpjekjeve diplomatike të intensifikuara për të arritur një marrëveshje që mund të çojë në përfundimin e luftës. Kjo është hera e parë që përfaqësues të Washingtonit, Kievit dhe Moskës ulen në të njëjtën tryezë pas pushtimit rus 4 vjet më parë. Fokusi kryesor është çështja territoriale në Ukrainë, siç rezulton nga deklaratat e Zelenskit dhe këshilltarëve të Putinit. Bisedimet në Abu Dhabi zhvillohen pas takimit të gjatë që zhvilloi të enten në mbrëmje i dërguari special i presidenti amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, së bashku me dhënërin dhe këshilltarin e lartë Jared Kushner me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë. Takimi zgjati rreth 4 orë. Këshilltari i Kremlinit Yuri Ushakov e përshkroi takimin me të dërguarit e Trumpit si jashtëzakonisht të dobishëm, konstruktiv dhe jashtëzakonisht të sinqert dhe konfidencial. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë tha se gjatësia e tuneleve të shkatruara në zonat operative siriane ka arritur në 752 kilometra. Me shkatrimin e 5 kilometrave tunele gjatë javës së kaluar, 93% e rrjeteve tuneleve të identifikuara në Mumbiq janë shkatruar me sukses. Kështu, gjatësia totale e tuneleve të shkatruara në zonat operative siriane ka arritur në 752 kilometra, tha zëdhënësi i Ministrisë kontradmirali Zeki Akturk në një konferencë javore për media. Ai tha se qëllimi i operacioneve është të rivendosë trendi publik dhe të sigurohet siguria e jetës qytetarëve. Ministria tha se po ndjek nga afër zhvillimet në Siri, duke shtuar se nëse krijohen kushte të përshtatshme në terren, do të ndërmerren veprimet e nevojshme në këtë drejtim. Agjencia e lajmeve për aktivistët e drejtave të njerëzit Meselinë SBA tha të njëjtën se numri të vdekurve nga protestat në Iran është rritur në 5002, ndërsa 7391 të tjerë janë lënduar. Sipas dhënave të përpiluara nga organizata gjithsej, 26752 persona janë arrestuar. Irani është rënditur nga vala e protestave që nga muaji i kaluar, të cilat filluan më 28 dhjetor në pazarin e madh të Teheranit për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të realit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete të tjera. Zyrtarët iranian kanë akuzuar SBA-n dhe Izraelin për mbështetjen e atyre që i përshkruajnë si trazirat të armatosura, të cilat kanë kryer disa sulme në vende publike në gjithë vendin. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje dhe lata.